shqiptarët nuk i njojnë shumë në vetë. Tradja. Më shumë peshon dashuria materialiste apo e dashuria e shpirtit? Nuk ka njën që fëmijët vetë i thëtë që është të zonë kriminal, edhe nëse djali është kriminal. E kemi harru gjuhën se të flasim mirë shqip? Në kam dërës me ti, kam dërës që është një shumë. Gjymi ka qenë mbrapa shpinës Zotit. Ku me gjetë punë, ku me gjetë vetur, ku me gjetë bilet, ku me gjetë banesë. J.P.K. Një fëmijë e edukuar është një pasuri që nuk mund të vjedh askush. E fillova këtë për shkak se pikërisht e kam një laureat të çmuar që e kam në bashkëbisedim Frok Kristaj. Frok, faleminderit së pari që pranove ti është pjesë e emisionit. Një falenderoj që më keni bëftes. Frogi, po kthehemi në fakt në fëmijëri tonë. Kur ka qenë Frogi si fëmijë? A është i njëjti, po i njëjti në hapa të shkollimit? Shikoni, unë jam nga shati Zëm i Hasit Fat, në takon komunës Prizren, dhe aty kam filluar shkollimin fillor. Ma vonë për shkak se aty janë të gjithë banorët janë fortar, njohur për këtë trojet shqiptare, dhe ne që është në ka qitë puna që jam i rritur për klasës 4 fillore, e të tje kam kryu në Rakosh të komunës i Stokut, të djeqaren, ma në normalin në Prizren, e kështu me radhë. Kështu që si fëmijë kam dalë në një vend tjetër, ku nuk kam njohur këtë botë, për shkak se është me interes me thamë që unë mendoj, për shkak se në Has është folë vetëm gjuha shqipe dhe nuk kemi ditë që ekziston termi serb, serbisht s'kam ditë. S'kemi ditë, s'kemi mësuar në serbisht, Hasi ka qenë edhe është vetëm shqiptar, por kur ka shku në Rakosh kishte pas edhe serb, kishte në gjys në Rakosh i Stokut të fjalën. Kishte pas gjys, unë disha çfarë gjuhë flasin ata, më shabesh çfarë gjuhë është kjo, çka qysh mirë ndash njerëz. Dhe kështu që unë njoftova me ata, por nuk më të mësoj për si duhet. Frogi, po thu gjuha e pasër shqipen, e kemi harru gjuhën se të flasim mirë shqip? Ma mirë flitë në teren se sa flasim të zonë të mediumët. Hajde për informim. Për basardojmë, për shumë, për e kanë fut në praktik, e citon qyshe thëtë fjalin një në gjurë letrare, dhe që ashtu dhe qëtë në gazetë, se s'kemi gazetë, ose në televizion. Jo, drejtshkrimi shkruhet vetëm në gjuhën letrare. Mund shkruhet në një vepër në gjuhën e vjetër, por në zoti kemi gjuhës letrare dhe duhet ta kultivojmë atë. Është mirë që e kemi, se një popull ka begati nëse e ka gjuhën e vetë, gjuhën letrare, në këtë teritorin që mund të mirët vesh. Nëse nuk e kemi ata, e kemi sigur për para që kemi pas tereni i Gegnishtës, tereni i Tosknishtës, edhe sa betarët, si mas tereneve kemi pas këta betarën të rrët shqiptare, dhe s'ke mujtë më marrë vesh njëri me tjetër, ose një betarë nuk ka shërbyrë, dhe një tjetër ose ka shërbyrë. Tash është një betarë në këtë të rrët shqiptare, kjo shumë e mirë, shumë. Arritur ma madhe që është bërë, që s'pa unë e konsideroj. Pse po e humbim, Frogi? Po e humbim këtë gjuhën? I kam fajet ata që na shkollojnë, sët? Jo, nuk i kanë shumë ata, që në shkollojnë, me gjithë se edhe aty paka shumë mirët, po i kemi humbë rrugën paka shumë në bërë. Shiko, po e marrë një shemull shumë interesant, është, tash po duhet një thënë ishtë Jugoslavi, se janë bërë shumë isha të Jugoslavis, por të për marrë këtë punit. Ne kemi pasën, në tëtë kemi pasën një shkollim, edhe jemi orientuar si mas qasana. Po sot nuk i kemi na, nuk kemi asë një mjetë të informimit
zyrtar. Me këto që i kemi, nuk mund të thuhet se kemi subjekt, në të thënë, për informim. Që një shemull shumë interesant është. Vetëmit jemi në Ballkan që s'kemi gazetë ditore. Pse? Po ky është problemi, se kemi luftuar rilinjen, tash një pjesë shqiptare, aja ka qenë komunist, aja ka qenë kështu, rilinja ka qenë baza kulturës shqiptare. Rilinja ka qenë ma madhe si në akademi, rilinja unë kam punuar, tash mund të jem edhe pak subjektiv, kam punuar dhe sarë në rilinje, por rilinja ka qenë një prej subjektit më të forta që kemi pas në interes shqiptare. Qa ka bërë rilinja me gisht që ashtu ka shku populli. Mirë dash, në atëherë kemi pas tirazhin asë njerë në 70.000, 100.000, 120.000, dhe në 250.000, që pas kohës e momentit, ekzemplarës. Kemi ardhën deri në fond, kërë kemi nëzirë rilinjen, ka 2002, që dy kur ndaluar, kemi pasën asë 5-600 gazetë në ditë se kemi qitë. Dhe ata e mbyllën, por nuk të mirën vesh gjatë luftës e para së luftës, na ka ndaluar rilinjen pushteti okupator serb, e ndaloi rilinjen. Mirë, na e morëm gazetën tjetër e bëm, por të mirën vesh. Na nuk kemi kthyer, nuk jemi kthyer më gazetës ditore. Sepse kemi konsideruar, ka qenë komunist, ka qenë kështu. Qa ka shkruar rilinja, flasur për rilinjen, që ka qenë gjithçka për kombin shqiptar. Mes rreshtave me lezu ka qenë shumë madhe. Ne nuk kemi guxu disa gjëra me i thonë, se unë kam punuar në atë rilinje, por mes rreshtave ne na kanë lexuar njerëzit intelektual çka kemi dashur të thonë. Kështu që unë mendoj se ka qenë gazeta më e mirë që ka mund të ekzistojë në tërë shqiptar, ka qenë rilinja. Po e shdukur, pse kanë pas njerëz në kate ndaj sajna, edhe mandena e shdukur, shqiptarët e në shdukur. Shqiptarët, se ne Serbin e ka ndalu, por na fillu, përsëri rilinjen e fillu, por mandena e rkuna se shqiptarët e varrasën në rilinjen. Shqiptari ka varrosur. Përlim, shef, katët e veta. Disa njerëz, këtë jepokë njerëz, po që ata ka që marrë me ndikim dhe kanë shdukur. Dhe sot është i vetmi shtet që s'ka gazetë ditës. I vetëmi shtet jemi që s'kemi gazetë ditës. Nuk lexojmë na. Pavarësisht do të pasë, nuk bëhet historia me portale, mirë vesh. Nuk bëhet me ato. Bëhet vetëm me gazetaja që hin në bibliotekë, ajo që palohet, ajo që lexon mas disa vjetë. Aty regjistrohet çdo kronikë që shkruhet nesër mësesë, i konsulton shtypin e ditës, prokurorit caktuar çka ka thënë. Kështu që farë tash kemi na nuk më shkruaj kurrë për të ardhmen. As nuk mojmë nesër me bën një histori për të kaluar se çfarë ku kemi qenë. Se përmend hasin djep i kulturës, apo kemi sot? A është ende djep i kulturës? Si ka hasi, bërë vesh. Territorialisht është për 3 km katror, hasi në pjesën e Shqipërisë është më i madh se hasi në pjesën e Kosovës. Për 3 km katror është më i madh. Por me vend banime, kënena ka dikun mbi 45-50 vend banime, amena e 25. Edhe pse kushtet më të mira janë jetësore atje. Ka ujë, ka tokë pak më të mirë, kënena është vend mbrojtës, ka ujë, ka mungesë të madhe të ujit e tjera. Ka pas se tash është bëhet forma tjera, tash ujë sjell si për anëra të tjera, është rregull apo. Edhe rrugët janë marruar, flas për kohën e vjetra që ka ekzistuar. Hasi ka qenë një vend banimi më i brapa vetën në Kosovë. Mirë po hasi ka një histori, sepse kur njëherë s'ka pas sërb, ka pas vetëm shqiptar. Edhe ku më shku me jetu ata, nuk ka shku se me jetu në për të Gurina, në për atë shpatije, Shkambore, tjera. Ata ka në fund, pa të rëfillu, unë nuk e maj madha, po ma të luft të dytë botënore, dhe kolonializimi kanë boj, kanë qut dhe familje për skajnët, do të thënë fshatin Ramajn, fshatin Rogov, fshatin Fshaj, po nuk qëndërun shumë, iken, se marë probleme dhe iken, të rëqen. Dhe kështu që përsa i një ti qaj hasi, zbrazë të me shqiptarë, s'ka pas tjera për tjera. Dhe mirë po në kushte
mjetësore, kushtet mjetësore ka qenë vështirë. Çka mbon gjallë Hasin? Tri karakteristike që mbojnë gjallë Hasin. Hasin i ka majtë buka, sepse janë të gjithë fortarë. Aty ka linë profesioni bukës. Bukë pjekësit janë për aty. Dhe dokumenti më i vjetër që ka pasur aty banor është dokumenti vitit 1702-3. Është ekziston dhe atje thëtë banorët mirën me blek të ri, me rasht të ri dhe janë, citoj tekstualisht, dhe janë forgji. Kështu është përkthimi. Se ka qenë teksti latinisht. Janë forgji. Do më thënë janë morë, tash aja janë nuk e thëtë se ka fillu që atyre. Dhe janë, ka qenë më herë. Edhe këtë dokument në fletë se është i shkru. Këtë dokument në fletë se ato vise kanë pasën profesion. Po pse kanë pasë profesionin? Sepse s'kanë pasë të më punu. Këtë ka qenë problemi, a është me siguru bukën. Dhe familja ma pasën, ka aspekti i tokës që ka pasë tokë punume, nuk ka mujtë me siguru ma të se për 8 muaj e 10 muaj bukën për familjen vetë. Por ka siguru me birbet. Ka qenë fortarë. Kudo ka qenë fortarë. Ka pasë deri në Sofje, deri në Vjenë, deri në Romë, deri në Istanbul, i përmenda këto pikët pa kryesore, ma tjashtë të se kuptohet. Shqipëri e kënëga, se atyre ka qenë një Shqipëri, ka pasë si tash që jemi ndamë Kosovë, tjere të rrës shqiptarë, kudo ka pasë hasionë, kudo janë fortarë, kanë qenë fortarë të hasionë. Dhe kanë fitu bukën me bukë. Bukën me bukë? Tu gatu bukën, kanë fitu bukën. Dhe është profesioni ma i vjetër që njifët tash për tash në të rrës shqiptare që është profesioni ma i vjetër. Ato e kene një liber veshjet, Frogi. I mbana dhe veshjet Hasi, i kemi arru? Jo. Ka bajtën, që të fundit janë heqë, në zëmë janë heqë pak ma herët, por veshja në fshatët për rrath zymit, fshatët tjera, janë heqë në kone luftës. Ka bërë sërbi, ka bërë një dalim, se fshati Brendrin, zëmë, Shëngjergj, Dedaj, Pisargjen, e kështu të shkëm, disa fshatra janë edhe me popullat të besimit katolik. Ka pas, po ato janë largë, do të thënë njëra për tjetër, shumë largë janë në zveti, kurse gjitha fshatër tjera janë të besimit islam. Edhe Sërbi, për me fut në kundërthanje, i ka përzonë të gjithë besimtarët e islam për Hasit. Me dhe unë më veshë ka vra, ljubirë të Hasit, ka vra në fletë fshatra tjera, kanë vra shumë njerëz janë vra në Has, këtë luft tashë patëm, edhe i kanë përzonë për Hasit. Por katolik nuk i kanë përzonë. Sepse e kanë ditë se ndikon faktorin ndërkombëtar, pse këta tash duhet me përzonë. Edhe ata i kanë lënë, se më të bjërën është, se e kanë ditë se këthemi një ditë. Nuk kanë qenë bashkë qashtë marrë, atë që marrëm se kanë qenë marrë. Ata i kanë ditë se një ditë këthemi. Po kanë bërë nëndë se kur këthen, i fusëm kundërthanjen në zveti, në shtep, se ju keni qenë shërbim tyne, ju keni nejtë këto, keni se keni nejtë në me vullnet. Unë i kam qenë Prishtinë, që kam asë shpira tje, po atërë nuk kam banu atje. Po flasë për Hasin përgjësi, pa dalim. Edhe paka shumë rarë disa njerëz në ndikim mas luftës. Paka shumë në këtë shkellin këtë drasë. Të thonë se ju keni qenë me sërbë dhe keni nejtë këtu, asë një s'ka nejtë me vullnet aty. Po u këthynë ma me në të gjithë dhe mirë bëllë që u këthynë, e tash. E lidha këta të thonë se kur dulin në Shqipëri, se i kanë përzonë për Shqipëri, shumë të kanë përzonë për Shqipëri. Këta shkuën, Hasi shkuën me veshjen, qëfar e kishin tradicionale, kam fjore të grave, femnave. Por ku kanë shkuën në Shqipëri, se atje kanë gjitë, atje i kanë përqesh. Ata veshje e kanë pas vetëm si më thonë, për muzej. Edhe ato atje ndërruan veshjen edhe mërën si për veshje që të shënë një të reja, ka unë këta në termini sërpë, se si të tërë tukta, si të shqip. Ko e erdhe nuk thynë ndryshe, e hoqen veshjen. Kështë që mas luftës në Has, e mojnë vetëm për realitet edhe për nusët të reja, për me veshë në rastë solemne e mojnë veshën në Hasit. Kështë nuk e përdojnë për me bajtë. Frogi, apo jetojmë së gjallë, kur duke haru na kulturën, duke haru traditën, duke haru respektin, që sheshe?
Që më thonë? Si mas vendit. Unë jam, unë thënë, se jam lokalist, por nuk jam lokalist, jam idealist. Kërdela pak e përkraj hasën. Se jam për hasën, të një përkraj, jam vizimit hasën. Edhe të mjërën vesh. Kushtët jetësore nuk i kemi pas asë njerë, ma mirë s'ka i kemi tash. Rrugë, që s'kemi pas rrugë, unë kam punuar si mësus, pikë qatë 3-4 ma ne i kam punuar, dhe për hasë në disa vendbanime. Ka qenë vetëm rrugë kam mësorësh. Tash ka rrugë në asfalt. Çdo fshat, çdo lagje ka asfalt. Çdo lagje ka rrymën. Çdo lagje ka edhe kanalizimet, kanë bërë shumica për tyne. E tjera. Kështu që tash i kanë se në qytet. Mirë, po që ka bo? Kërë që ka ndikur tash? Ke ka hek baktin? Tash s'ka baktin asë. Vetëm familje caktume, cilat mirë, vetëm për i qasënë që jetën, që ofshin ato me ljopë, ose tele, se edhe i tash ka fillu i morë, se për pas, të drejtë e pas, të ka qenë në lume. Por ato e në të rralla, edhe shtirë pak me siguru jetën për i tyne, për ndryshi sigurojnë vetëm e gërbet. Hasi sigurojnë e gërbet, edhe njerëzit që janë marrëdhënie e punës që janë shkollu, kanë të në shkollë, se janë shkollu, dhe punojnë në komunës në Prizajnë, në për shkollar, dhe për atje, të fillu për të tje, ka dhe në nivel të Kosovës. Froki, ke qenë dhe njëherë i vetmuar? Si për me ndër i vetmuar? Në jetë, në përgjithësi me vetën. E ke ndije vetën të vetmuar? Jo. Në e kam dërës me tim, kam dërës së zdi shumë. Dhe kam punu për shështë një më nga shumë, jam mundu. Dhe më njeja e dënë shështim, nuk e dërë. Ja, e kam dërë edhe e du, normal. Shka marrë me mendë që më me jetu vetër. Se, të zonë, baba e mi djerë, të është, nësë me pas nevoj për kojshin, njëri dhe marrën në shpirë, për shte ka vend sa dush. Po pse marrën këtu? Se du të mi bozo dikuj, me të bozo dikush. Me ndimu, me lyp një kërshkër, ose një dritë, ose një diçka, ose një adhamë. Do të kem nevoj për një i tjetrin. Se sa për vend, që dy në pashtoj këto, kësa të kush, nuk të pse të gjenove, pse e ngushtovë, se ka sa dush, po nuk delë në kështë tje. Kjo është problemi, se kem nevoj për njëri tjetrin me jetu. Apo jetojmë nga njën e tjetrit, sot? Borat për visëve. Këto visë që i trajt kanë profesion tradicional, jetojnë pra një i tjetrit. Të zonë hasi, të zonë opoja, që kanë ato, janë kërësisht amëltërista, ose janë fortarë, të vendet me profesion, rrinë në atë një i tjetrit. Vendet që s'kanë profesion tradicional, traditës, nuk janë afa një. Janë shumë shpërndamë. Qka nga ka bashku neve shqiptarve gjithmonë? Dhe shfrika. Se në, edhe Zotin e zajmë si fri. Nuk e marrëm se është Zotin, që duhet me qenë në një tatina, dhe me pas. Në këtë luftës kemi qenë shumë bashku me zveti. Po frika në ka bashku. Jo që kemi tash për njëri tjetër, se si është lirum, harrum për njëri tjetër, harrum vlaun, harrum kushërin, harrum tjetër shokun, tjetër u ban pike 5. Subjektet politike dhe në këtë luftës e kemi pas disa për subjektet politike, dhe me gjitha të bashkunen në zveti. Tash, ma në kezojmë antarin pësa është një subjektit tjetër politik, se sa është një subjektit tim politik, se sa një që është një të zëmë hajde të zëmë një sërbë ose diku tjetër. Kjo është mizeri. Shumë kundërshtëmin me zveti. Në subjektet politike duhet me qenë që pojmë konkurencën me zveti. Se pa konkurencë ku gjësë më rjetë. Duhet me futë të gjdo gjë në konkurencë. Pra në edhe subjektet politike për këta bohen. Disa janë të orientimit të zamë. Hajde socialistët, disa janë të orientimit kapitalistët, tjera, natyrisht. Dhe që ashtu bohen të me konkurencë kusht, të afrojnë popullet e i premtar në dishka, por me mbajt fjare, jo si kërë subjektet politike të tërët, derin këto zhjede të është tjetër që kam me tjetër mendim. Dhe derin këto, vetëm kanë premtu, ku që s'kanë bo. Ata e shka ka është më rrinë Kosovë, nuk ka merite subjektet politike. është merite njerëzve që janë ngrinjë,
kanë kryt tokën për me mujt me mrinë diçka. Është merit e popullit është. Për që ta dhe nuk kanë mujt, po shteti s'ka mujt me qëndru për ty në milion leje për ndërtim të shtëpive. Që shumica objekteve që janë marruar janë pa leje. Që s'ka qenë gjendje me dhënë edhe qatë leje s'ka qenë gjendje. Jo që s'ka do shteti aty populli me marrë ata. Po s'ka qenë gjendje me dhënë kur kanë dashur të teli për këtë dokumentar ata. Aty dashur me kujpuar. Froke, e kemi tratu veten në si popull? Jo, në kuptimin tradhti, jo, po nuk bashkohemi në mes vetes se tradhti jo diçka tjetër. Tradhti unë kuptoj në që tradhti është me qenë me slavë atje, me qenë me tjetër. Nëse edhe të slavët, s'pon të futim keq se në mëzata, nësë të kemi keq me marrin e zinë, pavarësisht çfarë ka sistemin, ose me Kroacinë, ose që di, me Maqedoninë deri diku etj. Jo, ata mund të jemi, po me Serbinë jemi keq, jemi qysh jemi. A këna me ndryshua, a jemi në hapat mirë tjetës, tu ndryshu? Tash këtu, s'du me bëha politikë, se është ku zgjedhje, së është mirë me hanu. Mendoj se jemi di bashkë vetin në kështu që po jemi pak shpinë për shpinë. Mendoj se i bëjmë pak shërbetit. Pa njëjë tjetër s'mojnë me bëha kërgjë, edhe subjetet politikë s'mojnë me bëha pa njëjë tjetër kërgjë. Do të bëjnë koalicion në asfaj. Koalicion s'mund të shka ta mund me bëha, ose shka të ushtë, ose tjetër shka të. Do të bëha bashkësht. Ne nuk kemi në gjendje. Që ta zonë një shembull shumë konkret dhe shumë praktik. Tash, kur hymë në zgjedhje, ku me këtë fushatë zgjedhore, janë përgatit se të janë pak kundër VV-s, për shkak se janë ndaloj financat komunave që nuk ishin të VV-s. Vetëm për mi kompromitu që si kanë realizu projektet. Vetëm për shtejo kanë ndalu. Edhe sot e kësaj ditë në i kanë marrë disa projekte komunave, nëse gjithë se tash i shojnë, vetëm për mi kompromitu. Që mos t'i bëjnë të zonë komuna Prishtinës, të disa projekti ka me të realizuar për shatë mjetëve, ose kudo që kanë pas për shtetin. Nuk banë ashtu, ti mundesh me svedasht, por nuk mundesh me analuar bugjetin, ose për shembull ja ka rritën bugjetin më të madh ka pas bugjetin të zonë një komunë, ku ka qenë vetë vendosje se një komunë, edhe dhe morëm një komunë të madhe, një komunë tjetër që me banorë me tjera. Froge, zymi është qelë, përpequja ashtu është qelë si ajo lulja që është ujit për shqiptarëve, sigurisht. Po, në, e shiko. Deri në vitin 69, e ma herët pak, zymi ka qenë mba pa shpinës Zotit. Edhe Zotit se ka pakuar. Kërë që s'ka pas? Pas do shpia muluhe me rasa, një katë që eventualisht përshka se o pjerrin, një katë, dy katë, dhe kështu, ose në pleme me mlume me thekën, edhe pa rrugë, dhe rrugica me burë, e tjera, nuk ka pas automjete, s'ka pas autobusa, s'ka pas e tjera, ramës më thonë, që ka mungu i pjesë, ka mungu shumë qka, por gëbet i ka bajt, i ka financuar, të ka njëtu që shka njëtu. Por një i kanë shumë vende. Ku është sot zymi? Të zamon, po lidha gjithmonë me zymi, pak ma tepër lidha. Shiko, rolin kryesore kemi lujt, të thënë, unë me shumë shoh, vetëm kur kushten marrë kur gja, mira mesh. Edhe unë tash do të lidha pak me... I zymit ka qenë Anton Pashku, dhe shumë të thamë kështu pak, ku unë i kam rrujt baktin me ta. Atë pse ka qenë me mbosh para meje. Shku me ta, se ishte i ardhën për qytetit, edhe nuk e dinte, po binte se ishte i varfën edhe binte me marrë një rrugë, e të shilë daja, se daja, të dajti i rrugë, të kitë se ljopt. Po ma tepër një më shumë nëse sa e si të 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 po mi po me gjatë, duhe me fitu pak parë. Katarin Jusipi në aktorën e parë, po pos, edhe si tepër të madhe, me Antonin tepër të madhe, tjera, edhe kështë një pos si shambuj, po ata nuk e të rinësëm. Dhe kur fillum në iniciativën sefte kam bërë kur ka vdek Katarin Jusipi. Kam qenë ku pas është një me ta, dhe pse me bosh kemi qenë larë në zveti. Ku ka qenë këshie dajve të mi, kam pas raportet mira me ta.
Por, Katarini Josipin e kom taku mas si fëmi që kom taku të doja atëherë në Kryqëzit Dojve, kom taku në 61-shën, kur ka ardhur me një pjesë teatrale në Prizren me teatrin e Prishtinës. Edhe aty jemi taku me ta dhe më ka marrë, më tha, me thërri shoktu, më ka marrë, ka fut në teatr me këshyrë, ishë shku me hinë teatr, të ishë me pagu bilet. E na futëm një 5-6 vetë që të kishëm shokët e mija dhe futëm, na qiti pa pagu bilet. Edhe për aty të ne ku pasë shëshime ta tepër të marrë. Aty është atë e kam shiku në këshim, kam ditë shkonë të tjera. Katarini Josipin. Antoni Pashu për të njëjtën që kam pas raportet mija. Edhe kështu të më dhe fillu me bërë të shemaj. Por kur vdish Katarini Josipi, në varrimit sane organizova unë në Has. Sa Azem Shkreli kështë drejtori të teatrit, edhe mund në qenë një telegram, bërë një përgatit atje një isha me Azem Shkreli, për shkak se për mes Katarini Josipit një isha, si kërja ishte këtare të teatrit Prishtinës. Edhe qenë një telegram që përgatit atje që duhet të përvarës në atarë, nese u bëhaja punë, edhe marrë iniciativën e formuar një shoqëri kujtë artistike. Po mund Prizrenit ishte vetëm shoqënia agimi e Prizrenit, ishte edhe shoqënia me Ndoraku në Zhurë. Ka qenë edhe një shoqëni në hoshtë qytetit, Marrem Bekteshi, po ajo u pat transformu. Kështu e pat pushu, së funksionim. Dhe shoqënia e tretë që është po, do të që ka funksionu, se agimi Prizrenit edhe Zhuri, dhe me Ndoraku në Zhurë kanë funksionu edhe sa të funksionim. Edhe të themelova një vjetë pas vdekjes Katarini Josipit. E ka vdekë me 29 prill. Që atë nënën, e me 4 maj, 7 e kam themeluar shoqërinë Katarini Josipi. Edhe sot e kësë ditë dhe funksionar. Po për kroat? Po dhe ka. Po kërë, ta Marini Gjerzoni ka marrë një pjesë të festivalit nëshme i tja njëra. Ka edhe antarësi, ka antarët mirë, nuk kem qenë dhe se pare, se shënjë tash në të është janë të rohet e kuadrët. Këtë vitit e kam themelu klubin letrar. Ashtë klubi i parë në Has. Në Prizren e ka pas të klub letrar, po tjerë nuk ka pasën, do të në komunë Prizren s'ka pas tjerë klube. Edhe kemi ba aktivitet malë. Atere, tash këtoni për dume që se në qatë vitë kërë kemi themelu klubin letrar, në salë të nishën, kemi themelu dhe takimet të gjëqojnë manifestimin letrar, kulturor letrar, që është tash është i 53 vitë që ba vitin që kalaj, që 53 vitë ka pas, tash kemi në 54. Por ka qenë problemi aty. Fillon njerëzit më shku në kërbet shumë. Edhe atëherë me që ata shokë që kisha unë që ishëm në nëdhërësi edhe të klubi letrar dhe shoqërinë Katarini Josipi, bisedu se njerëzit fillon një dhanë gërbetit, lanë tokën ka pat edhe shku në furtarë. U shpërndarë në prish Jugosllavi, kanë punuar. Pas Slovenia nuk i lënë të Slovenia ka pas regullin e vetë, se sojnë të në tjera kanë punuar. Kuda? Kanë punuar dhe kanë gjallë dhe kjo. Por që ka qenë problemi? Problemi ka qenë se atjeri pa të thonë shokë shikoni këta njerëz që përshkojnë, nesër pasë do t'i marrën në familje. Nevojëshin, ashtu në gjahë, vitet të dheta vëqë i morën në familje. Ka fundi 70, vitet 70 i morën në familje. Tash duhet me bërë luftë që ata fëmijë që përshkojnë, ose ata që do të lindin atje, duhet me bërë luftë që ata me kërku më ardhe, më ka me vizitu, sepse ta një ma ishte vendimja prende të tyne. Nuk ishte vendimja tyne, ma mena. Ata gjitha lindë që në nëjna. Ishte luftë dhe mërëm në iniciativë që me zhvillu zymin, me bërë që fëmija mos me jetu e dalimin për vendeve ku janë ati të punu të zonë. Pa në Kroaci e së ndeme tjera. Në të sueshëm e maru sëritera. Po bëshëm e majtë pasërti në fshatë. Shamë. Bëshëm e bëndë aktivitetet kulturës, bëshëm e bëndë sënde ekspozita, dhe tjera. Për shumë ekspozitën e parë, beshjeve, unë e këtë hapë në Kosovë, jashtë qyteteve, unë më vesh, është ekspozita e parë në zëmë që është qenë në 7 beshjeve të hasit. Që kur këtë në hapët në përfshatë, s'ka pas një poste për të muzet, qyteteve që janë, Prishtina, Gjakova, Beja, Prizren e tjera. S'ka pas të tjera. Po jashtë aty në s'ka pas të tjera. Kështu. Edhe nga fillu më marrë me kësi dhe aktivitetës, që ata fëmijë me lakmu më ardhen. Edhe sot e kësa dite, na kemi lidhe me ata fëmijë, ata si t'janë koha për më ardhen për zëmë, për vinë për ndonjë fest, ata ndëgjojnë për me telefonën në zveti, hajtë dhe jemi të shku për zëmë. Dhe vinë njërë, janë tepër të kënaqur pse vinë zëmë.
janë shumë të kënaqur se vinë zymë, se nuk e hetojnë dallimin me zymit Me vendin ku jetojnë. Ky është qëllimi ynë që me brinje na me zhvilluar në aspektin kulturor, se s'është me marrë në objekte. Ku me bën aspektin kulturor, me bën qatë mënyrë që ata më lakmu më ardhën në vendin e prindve. Se tani bëjë ishte vendin e prindve. Ishte kë, edhe sot e kësaj të rinja kanë qef, edhe në dëgjuar me telefon vinë kolona vinë. Sa e bukur, fakt. Vinë kolona. Mirë po, sot zymi është tash pak. Sot zymi është vend banimi më i zhvilluar në tërë shqiptare. Më i zhvilluar. Çdo shtëpi është të re, çdo pllam është asfaltuar, ka me kanalizim, me ujë, me rrymë, me këtë, me ambulancë, me shkollë, të mesme fillore, me çdo gjë që ka qyteti ka aty. Froki, gjithë këto libra, gjithë këto vite, në fakt, leximi, çka ke nxjerr prej kësaj, çka ke thith prej jetës? Që unë kam filluar më shkruaj në 58-ën, kur kam qenë zonë së klasës 8, të në gjyditorën e parë, të tërë 58-ës, kam shkruar vjeshën e parë në Zëri, ka qenë në Zëri dhe nisi, kemi thënë atëherë, po e ka pas faqen e fëmijëve, kam pas një vjeshë dhe ratë. Aja ka qenë vjeshë e parë, edhe ma ne kam shkruar, edhe si fëmijë, kam bëtu më vonë, tash kam një gjahë dhe bebra, bëtu me, po tash është ajo, por kam qenë, përveç që në tënë pashku, të cili nuk ka shku sa ka qenë zëmë, sa i ka jetuar në Përzak, edhe ma i ka kaluar në Prishtinë. Sa ka qenë zëmë, nuk ka shku, si fëmijë nuk ka jetuar në zëmë, ka qenë bënje, i ka qenë i dalë në Përzak. Edhe, mirë po, ka qenë problemi se kam qenë njeri parë që kam fillu në hasë me shkru diçka, ose kam bashkëpunu me Relindjen, si bashkëpunëtor si gazetar, bashkëpunëtor jashtë. Ko që informata më bëtashin në Relindje, që për një njajë të atu, me tjera. Dhe kështu që kërë fillova në klubi letrar, kam qenë vetëm një njeri që kam shkruhe në ndër një gazetë ose revistë, ku pas vjesh bëtu. Që në tërë pashku që nuk ka jetu në zëmë, ka qenë zymit, të mira mesh. Po, i mora shok, që ashtu fillu me bashkëpunu me ata shok, sot disa janë jetën e përtej me disa shumica janë kënejna, mirë për sot janë mbi 160 vepra janë autor të hosit. Kanë, sot ka lët krijues, letrar dhe të mirë, dhe të afirmum, dhe shumë të suksesshëm në hasë. Jo të më zëmë, dhe në hasë. Qysh e përshkru në fakt, nëse marim në gjithë vitet tua, qysh e kështë përshkru një fjali jetën tonë? Që për gjithë kanë më shkru diçka, po për vetjes kisha ditë me shkru. Dhe nuk e di, unë nuk jam nalë fund të mija, nuk i kam qërë shumë, se kam qërë punë të shërnisë, si dhe mas klubi letrar, Shtefan Gjeqovic, shërnisë Kataj Njësipi, edhe për shumë qëka tjera që kam bëha, që kam themelu muzeun e parë në zëmë, që kam bëha, ta shkolla disa muzeun në zëmë, po flasë për të parë që kam themelu në vitë 75, kam themelu muzeun e parë në zëmë, ma dhe në është prishaj muze, se unë e kam shumë zymi. Kam kaluar në Prizren në Akademinë Pedagogjike, kam kaluar në Relindje, kam punu në Relindje gazetar. Po shiko. Qysh e kështë përshkru? Një fjallë, mos me ikë pyetjes. Jo, nuk di një pyetjes. Por nuk di qysh me thonë. Vendlindjen duhet me dashtë. Duhet me dashtë. I gjitha duhet me dashtë, unë e duhet me vendlindjen shumë. Dhe çdo gjë që kam bërë në jetë, kam bërë në vendlindjen time. Por nuk kam punu vetë, mira vesh. Çdo gjë që kam bërë bashkë me shumë. Vetëm së mund është kuqë me bërë. Ku e shep bukurinë e njeriu? Ku shihet bukuria e njeriu? Bukuria e njeriu shihet vetëm në të arriturit e tij. Ka bukuria e mbrëmshme, bukuria jashtme, ka mandat 3 ditë. Bukuria jashtme, veç 3 ditë. Pas 3 ditë vjen. Vdek. Po vdes. Qoftë edhe një vajzë e re që martohet, është hyri, krejtë e bukur. Bukur, pas 3 ditë, nëse sërë njeri me të afru, se unë bashortin, nëse kur martohet, vdes e bukurin, nuk duket ma e mirë. Se fillën, mi dole e bukuria tjetër, duhet me pas bukurin e mendshme. Aja është e arit. Për aty të shifët njeriu se çka ka. Pra në pak njerëzit kanë bukurit të mendshme, po flas për hasë, ka bukurit të mendshme. Ka bukurit. Po kanë. Çka është morali për frokën? Gjitha është morali.
Mi gjitha është morali. Po në marrim gabim ka pak këtë moralin, marrim vetëm morali është edhe me baj fjallin, morali është edhe me punu diçka, morali është hobiq. Hajde se jam i moral shumë në aspektin banal të qynë. Moral shumë. Po që që është me moral shkën, por sa jemi të moral shumë është diçka tjetër. Në ka një grindjen mes veti, jo vetëm në hasë, po dhe vende tjera, ndoshta mas pak të në hasë, nuk e dojmë njëri tjetrin, gjelizojmë njëri tjetrin, ma te për angazhojme me bo kësh tjetër se sa me këshirë punë të mija une, të shamu, të mijat, ashe më angazhojme ati për shplam ty, edhe për kjo është mos apsia e njëriut më marrë me vetë vetën. Por nuk muj më marrë me vetë vetën, atëherë mirë me punë të huja. A mund ta njohim plotësisht vetë vetën, Froki? Shqiptarët nuk e njohin shumë vetë vetën, të radhja. Në ratë partë vetë me njohim vetë vetën. Kër e njohim vetë vetën, e kemi njohë këtë butën. Nuk e njohim vetë vetën. Edhe në munges kësaj që se njohim vetë vetën, ne flasim për tjetrin, trillojmë për tjetrin, bajmë fjarën, edhe këto limin grindjet më në. Se të është po foltajt, për dërgjana hasi është ma i pasër t'i vend. Ta zënë, fletë është për hasin Kosovë. Ta me nuk e disa është. E një mirë, po më gjatë nuk kam kompetencë për folë shumë. Ta zënë, njerëz të përgosën që janë për hasit, për gërbet. Asë joni së është për prasje. është për ndër një tatim që ka për shef, për ndër një qësa në shumë, së ndër një fatë kështi komunikacion, në qëka shkrysh ka ba. Nuk janë për drogë, nuk janë për kësi që nësë. Janë shumë pasën ka se me visët tjera. Ka se për flasë për asë janë visët tjera ka dhe kësi sa në shumë. Me gjatë kjo që flasën për njëri tjetin, unë e shumë e urrej. Për të herë një shalë shumë interesant, para luftës. Shkova në zëri, tha shoqës time, të është përshkejt në zëri pak. Ishte kuar, vitët dhe në dhejta, të është përshkejt në zëri në vendit, edhe shkova. Si shkova i takova shokë të dhe një lokali është të një kafe. Si për të shokë të mirë botë të takova me ta, fillun e të më visitu, kur për thërnë, filoni ka thani, kishtë thani, kishtë po. Thash, ala po mjeni me këtë. Kam shku për më nëjë një javë, dhe që kam prit autobusin më këthy, kam bjip një autobus a 5, kam varë në Prishtinë, atë të në shokë atëherë, që ka u ktheve, të është ja, leshin të marrë për me ata, po freshin e le për një tjetër. Ja, është shumë e keqë. Froki, cila është droga ma e keqe për njeriu? Droga ma e keqe është fatkeqësia e jonë, që mirëmi me njëri tjetër, me punë të tjetërit. Jo është shumë e rrezikshme. Pse mirëmi me njëri tjetër? Pse duhet të më marrë me punë tua? Pse s'mirëmi me secilin me punë të vetë? Për këta dhe s'përparojmë në edhe futmi në grindje, gjithë shka bëjmë rapsht. Flasë për një pjesë, jo këtë. Jo krejt. Në ta, mirë me shtë, nuk e kualifikë, në atë njërë. Jo. Sigur luftë është për shumë. Shumë njerëz thirrën luftë, e nuk kanë qenë pjesë të luftës. Nuk kanë qenë. Që në thirrën më disa që kanë marrë pjesë luftë, kur e di që s'kanë marrë pjesë luftës. Po nuk e thamë se vetëm ata që kanë marrë pjesë luftë kanë kontribu Kosovës. Jo, ka plot njerëz që s'kanë qenë drejt përzeti me armë krah, po ka kontribu ma shumë se me armë krah. Kjo është shumë element, shumë i rëndësishëm. Ka ndihmuar në mënyra tjera, nuk luftohen, nuk ndihmohet luftës, vetëm me ndihmë me atë të zonë municionin, me dhanë armën, duhet të sigurojmë ushqimin, rrugën, veshmatjen, këtë ato, me tregu orientimin, ka unë që shka duhet me pa atën, ajo është që marrë luftën. Se luftën nuk e marrë vetëm marrë mas pak të e marrë. Po luftën me gjithë, unë me ndaj se ka qenë pastër Kosovë. Ka qenë pastër. Para që sa unë e di dhe që e di, shemë e konkret që e di, ka qenë mirë në shërë bukë. Kam shku njerëzit, po luft pa gjak, liri pa gjak s'ka. Por në sa mëri, liria pa u derë gjak. Të thot liri pa gjak nuk ka? Jo, s'ka. Jo. Të mund me folë se të e por. Jo, mundet. Pa pik, gjaku, s'ka liri. Froki, je të radhun dhe njëherë? Dhe njerë, shumë se jo dhe.
Unë kam qenë edhe kam atë besoj, i besoj njëri. Fjalë parë besoj. Së pa i manë që i mundet për më mashtruhe. Besoj e i prejur me besu. Me besu. Ku mas një kohë më delë sështë në shtoj. Shka po, me qeshë më në në. Ne jem mashtarë të dyre se ja prasin. Se 2-3 herë ja këthe i shpinën. Edhe nuk ja prasin më full me ta heqë. Je lëndu? Aty është jam lëndu, por ju këta shprej. Jo se po pa me shprej e knaqë ata, të ja kam arrit qëllim. Ati i qeshë ju prapë. Persoj që a nuk ma i natë shma i që. Qa ka e bo? A maj me pa dishka ju, a maj me leviz bjeshkën me i natë ju. A ke frikë? Urda? Frika ke? Si për që di, frika ka lindë, dhe në është në dirë parajsës. Po, unë s'kam frikë. S'kam ditë më friku. Jo i kom friku në gjajtë. Jo. Për shumë, kam bërë një aktivitet, s'do më lepdo, qëtë kanë ta njetër për liri. Po. Po kam bërë një aktivitet, kam posë që asisojë njërat që kemë bërë me shumë aktivitete, kemë dimu luftën, format, njerë të grisht mëja. Luft nuk kam shku, se kam qenë në lindje. Po kam bërë edhe shumë tjera aktivitete, kam në organizimin e jetës në përgjësi edhe luftës e furnizimin e luft atje, e tjera, nuk i thamë këtë për largë asaj. Njerës kanë dhe njetër, kam respekt për ata që kanë dhe njetër për liri. Mirë po, kur ta këqësh, njerës të sëtë njipën ata që nuk kanë bëhë. Më di qka për luft, që ata sëtë njipën. Froge, gjënë ma të vlefshme që e ke humë? A deshme. Ma të vlefshme, po. A më fëllë drejtë? Drejt, dhe i qëta është folëm? Për shurëtën. Për shko. Ka vdek mas luftës. Po, ka pas fatin që së të. Jo, më i me aty ku gjësë më i me thanë. Por ka majtë fjallën, një tjetër, se martu për. Kur? Ja, mas asaj. Ja, kam fëjtë. Ka përfëndu një. Qush ka linda e dashuria e zjarë për shujt mes? Jo, nuk o puna zjarët, po shikatish. Bitë gjitha duhet fmitë, se që ata në ata shikojnë nesër. Bitë gjitha janë ata të vreshë. Edhe unë i kom pasë dhe prindë. Edhe kanë vdekë, që ata në bo. Edhe fmitë mi kanë pasë prindin, dhe më kanë pasë nanën, ka vdekë. Ato është më ka dhimë, në matë, por këta që jesën jetë, këtëri duhet me ndimu në jetë me zgjanu. Por s'kam dash me lëndu. Dhe kam dash me lëndu. Kanë qenë lëndu, që kanë unë planën, edhe kam mjaftu me qaqë. Ke qajt për bashkëshorën? Por na? Ke qajt? Po. Po, unë qaj shumë kolaj. Kam qajt për shumë qka, jo dhe për ata. Jo, kam qajt jo dhe për shumë, kam qajt të Froge, kur ke... Jam ngusht në kuptimin në njërë. Kur ke marrë lajme që ka vdek bashkëshortja? 1 vjetë të gjysë i kam me të krytë. Aty kam qenë. Edhe kam ditë që kam vdekë se mjekë kanë thanë që nuk ka shpëtim. Nuk jo kam thanë fëmijëve se s'kam dash me lëndu ma herët. Biseda me ta e fundit, të kujtohet? Deri në moment fundit kam qenë dhe ndrujet kam qenë qëtë. Ke bisedu me ta? Po, kam bisedu. Ka pas vendije, si për që dije, ka pas vendije. Ka qenë shumë në të është që gjithë të nanë. Nanë është shqipëri maj madhë që eksiston. është termi nanë. Aja në gjithë herë përmente, me ndonë të më speja këta i shpinën, sigurisht ka mendu se po vdese, këj martohet e tjera, i kom përvdu, i kom thonë, qiko, që do të ngjarën me ty, unë nuk martona, edhe ka ma gjarë. Jo, se ku mojtë me lëndu fmit, s'ku ndash me lëndu fmit, larga se. E tjera, ka kësi qënë është po, jeta është që sësoj. Froge, në mes sët për quaj dashurin, më shumë përshën dashuria materialiste apo e dashuria shpirtit? Ja, materialiste jo, nuk përshën, nuk më më afro dashurisë. Njerëzore të që ishtu, nuk më më afro nëse ka dashuri njerëzore që se pak ta metë.
Kamet, njerëz të vlerësojnë mbi bazën e materiale, po bjatë bazë e vlerësojnë. Unë natyrë që aja ka vendin e vetë, por jo, nuk duhet me zëmënsu ato. Ta zamë, nuk ka prind që dërnë fëmijën për shkak se ka pasuni, ose e urrejnë pëse s'ka pasuni. Nuk ka prind që dërnë e bërë ata. A dini se nuk ka nanë, baba pak më ndryshon. Nuk ka nanë që fëmijët vetë i thëtë që është të zëmë kriminal, edhe nëse djali është kriminal. Aja s'modhe me pranu që është kriminal, aja përse e pranon për fëmijët vetë. Ka në këtë kuptim duhet të shiku edhe fëmijët, edhe duhet të qëtë një edhe mi të ashtë fëmijët, jo mi dalu. Në fakt na erdhëm edhe deri tek fundi, se kem bisedim goxha gjatë, po është bë 1 orë emision. Faleminderit mas bari që pranove ti e shtëpis, edhe faleminderit që erdhe pa hezitim, trujt Zoti bashkë me familje. Një mesazh për gjithë ata që na shikojnë. Shikoni, unë do të nisë për asaj që kam bënë. Unë në asnjë moment nuk kam qitë para vetës interesin material. Nuk kemi posër. As kam qenë posër. Por nuk jam hanë ku. Kam posër. Qarë nështë kam posër, që të në të adhanë zotit, këtë në rriku. Jam pajtu me që kam posër, edhe që kam edhe sëtë. Por njerëzit po vlerësojnë së ndryshi. Fëmija nuk e dërnë prindin nëse s'ka të zamë. Se prindi nuk mund të me bëllë të dalim. Nuk mund me bëllë prindi dhe e fëmijë se prindi nuk dhe me bëllë dalim. Si të mësë nana. Si të mësë nana. Është emri me i qunë shumë në fjallorin Shqipë dhe ku dhe që s'ka. Emri nana është dhe paravesës. Është emri me i malë që eksistër. Por, i gjithë të njerëzit kanë ndryshuar, janë po lakmiqarë shumë. Edhe kjo lakmi kanë hup edhe kriterin njerëzor. Tash të dërnë edhe vlau, nëse dërnë edhe vetin, kushojnë i tjetër, së dërnë. Shumë. Që të është rastin e fëmijëve të këqyre, për para janë feju, kanë feju prënd, kanë feju fëmijët. Po e sot jenë, pa marë parasysh. Sot fejojnë vetë. Pa një shka, sot kemi ndavi ma shumë se sa ku i kanë feju prënd fëmijët. Edhe nuk martohen, së dërnë fëmijë, qysh, nuk ashtu. S'ka ashtu, edhe sa kemi në autoritetin tash. Te për këtër të kemi. Jarëzojnë shtu. Ta duam pra vetën, ta duam tjetërin, mos të harrojmë kultura, tradita. Duam tjetërin si që duam me vetën. Ta nuk kemi të dashtan, tjetërin si që duam me vetën. Shpresoj që na vjen një ditë, Frok. Jo, shpresoj se aja bëhet, por duhet me ndryshu. Froke, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ishe pjesë edhe një. Shumë faleminderit. Jo, faleminderit edhe juve. Dhe shërë që të shihemi përsëri për tema dhe të tjera. Faleminderit patjetër. Pra shikues dashur, erdhëm deri tek fundi. Faleminderit shumë që na përcjellni. Mos harroni të na mbështetni siç na mbështetni gjithmonë. Për gjithë ata që dëshirojnë të qenë pjesë e emisionit për punë marketingu, na kontaktoni edhe mua personalisht, po ashtu në rrjetet sociale, Facebook, Instagram. Mos të harroj të falenderoj dy bashkëpunëtorët e mi janë Set Music edhe Air Events Films, cilët bëjnë hapa bashkë me mua. Nga ky bashkëbisedim me Frokun, që isha nderuar, në fakt ta kisha në emision, mësuam se mos t'i harrojmë traditat, kulturën. E po ashtu mos t'a harrojmë edhe dashurinë që duhet ta mbillim në shtëpi. Këtë mos t'a harrojmë asnjëherë. Faleminderit shumë dhe ju ruaj Zoti çdo hap të jetës. Ku me gjetë punë, ku me gjetë vetur, ku me gjetë bilet, ku me gjetë banesë. J.P.